Nëse mundet, Këshilli Drejtues I këtij institucionit marrë një vendim shpejt për ta shkarkuar zotin Hasani, pasi që tashmë janë kolegë edhe të një periudhë më të gjatë. Por to duhet me qenë imperativ kjo zgjidhje emergjente, shkaku se ne kemi rastin para praktë të ansamblit të këngëve të vallave, ku domethënë nuk u bë kjo, kur mandej dul se ato tjerët në fakt pësuan më shumë se sa drejtoria. Ai ish drejtori kishte rregullu veten, tjerët e kishte lënë rrugë, domethënë me ligje, me punë e mesen, edhe këtu domethënë ty nëse e le Skender Hasanin, domethënë nesër krejt ajo krejt ky institucion po shkërmoqet, po humbet, domethënë se po I humbet në rëndësia dhe pesha. Askush nuk thot që në atë institucion, në atë institut nuk ka, domethënë njerëz të vyshëm, gati gjithë e meritojnë të jenë atë, janë studiues të lëmive të ndryshme, kanë bë punë të mira, domethënë edhe për kombë, edhe për shtet, edhe për zhvillimin e atij institucioni, ama nuk tolerohet kjo gjendje, domethënë edhe sa vjet ne duhet edhe sa muaj shqiptar duhet me prit edhe shteti duhet me prit që të batisi ajo krejt. Edhe në fund pasojat të kenë krejt ata. Edhe antarët e Këshillit Drejtues, po edhe krejt shoqëria shqiptare në përgjithësi, domethënë ne do jemi pa institucion. Nëse nuk ndërmirret kjo, nëse nuk bëhet kjo mbledhje nesër, pas nesër mund krejt gjëra tjera, edhe solucione tjera të gjinden, domethënë.